Zonja Osmani, cilat janë pikat e dobta të qeverisë Mustafa dhe cilat janë të mira nëse shihni ndonjë pikë të fortë? Unë mendoj që mangësia më e madhe kësaj qeverisje ka qenë mungesa e bashkëpunimit dhe mungesa e gatishmërisë për unitet politik apo s'paku dialog politik për çështjet e interesit nacional. Kosova është vend tepër i vogël që të mendoj që çështjet e mëdha mundet me i shty përpara në qoftë se nuk e arrin një pajtim politik. Dhe këtë e kemi dëshmu, sepse fakti që qeveria nuk arriti të krijoj një lloj kontakti me opozitën, pavarësisht atyre inateve që u krijuan pas shkatrimit të Vlanit, është dashur, ka qenë e domosdoshme në fakt që të krijohen kontakte normal të komunikimit normal me AK-n, me vetvendosjen, me nismën të tilla siç e kemi pas edhe në mandatin e kaluar. Dhe sidomos në procesin e integrimit evropian, dialogun Kosovë-Serbi dhe çështjet që kërkojnë ratifikime me 2/3 duhet s'paku të informosh njerëzit, të kontaktosh me ta. Për shembull, kur është negociu gjykata speciale në mandatin e kaluar, qeveria e kaluar vazhdimisht merrte edhe antarë të opozitës me vete kur negocioshin që s'paku të informohen se ku jemi, pse disa gjëra nuk po shkojnë përpara. Dhe unë kur e propozova një gjë të ngjashme në këtë mandat, u thirr një mbledhje urgjente e grupit parlamentar dhe u tha s'bën më me fol me këtë temë, mos folni më për vrasjet politike, mos folni për gjykatën speciale. Grupi parlamentar i LDK-s. Po pra. Dhe domethënë ka qenë logjika e tillë që pastaj na çoi të gjithëve në krizën cilën e kemi pa. Dhe është shumë lehtë me fajsu vetëm një palë apo vetëm palën tjetër, kuptohet. Unë mendoj që të dyja palët e kanë dhënë atë kontributin thojza që më ardh deri këtu. Tash ka ndonjë gjë pozitive, po përmendëm vendet e punës, ne kemi bërë disa pyetje në Komision për Integrim Evropian kur po flitet për investimet jashtme, sepse po flitet për numra, mirë, po pastaj kur po kërkojmë sqarime konkrete, na tregoni sa për shembull në banka, sa këtu, sa aty, nuk po marrim përgjigje konkrete. Dhënat janë ngatruesi sipas ministrit Hotin. Megjithatë, nëse ky ka qenë numri të punësuarve, ta zonë që ky ka qenë në çdo vit tregu të punës së Kosovës i shtohen minimum 30.000 pjesëtar të ri. Do me thoni, bëjnë 18 vjetë dhe janë të gatshëm për tregun e punës. Do thëtë bilanci është ende shumë negativ. Në anën tjetër, po flasim për rritjen ekonomike që po thuhet që është 3.6%. Maqedonia kishte pak më të lartë në rajon. Mirë, po nëse shohim ku është Maqedonia sot dhe ku është Kosova sot, sa i përket GDP-s për kokë banori, neve do na duhet një rritje dyshifrore, s'paku për me arrit vendet e rajonit, e mos flasim për një shtet si Slovenia.